Paketa fiskale e vitit 2024 e miratuar nga Këshilli Bashkiak Devol ka parashikuar disa lehtësira, si heqjen e taksave dhe tarifave për të gjitha ata persona që hapin biznese të reja dhe i përkasin komunitetit rom. Kjo mas lehtësuese është vetëm për vitin e parë të funksionimit të biznesit. Ky vendim, sipas nënkryetares së bashkisë, Eliverta Pavliqoti, është parë si një mas për të nxitur hapjen e bizneseve të reja dhe për të lehtësuar barën e familjeve të këtij komuniteti. Në paketën fiskale të 2024-s nuk themi se kemi ndonjë ndryshim të madh, por risi është vetëm pjesa e favorizimit të biznesit të vogël nga ana e komunitetit ose personave të komunitetit të rom, për të cilët është hequr taksa e biznesit të vogël, taksa dhe tarifat për bashkim vetëm për vitin e parë të biznesit. Kjo është një mbështetje që i jepet këtij komuniteti për të aktivizuar pjesën e tyre në rritjen e bizneseve ose interesimin që kanë ata në të pjesë. Sa i përket taksave dhe tarifave të tjera vendore, ato ngelen në të njëjtat nivele me ato të vitit të kaluar. Gjithashtu, në paketën fiskale të vitit 2024 do të përjashtohen nga tarifat lokale pensionistët krye familjar, si dhe personat me aftësi të kufizuara.